kanë hy shumë vonë, masi u ka shku kryt zjarri. Kanë arë vetëm sa për me fikë vatrat e vogla. Se zjarrin e kina mojt vetë komplet. A keni bje vetëm të rrezikuar? Tepër të rrezikuar. Plaka thonte nuk dal për shtëpi, thonte le të ndiqe mrena. Ka qenë të merri papa. A dolët nga banesat? Dolëm, i shitëm fëmijët e kretë që me siklet madhë. Erdhu mush u borri me çuna që e kina mojt. Se ka qenë të merri papa. A keni mojt vetë me fjalë? Pa ndihmën e... Ato zjarfikset, kur ishin të helikopterat e mojtën një në kontroll, deri në ora 8, një fjalë pa 10, pastaj ju ofrua saj shtëpisë herën e parë, mori mrapa komplet kjo pjesë e ullishtës, edhe u futëm 2 krahat rreth rrotull të shtëpisë, doli zjarri para, vazhdoi mori ajo magazinat e ujësjellësit, i zyrë tjetër atje prapë më parë, ka qenë një kaos i papam. Ka bu makine jetë. Fjolloj... Forcat zjarfikse u futën brenda në lagjen Barabit? Kanë ardhur në lagje, po krejt lagja po evakuonte, u bllakun rrugë e zjarfikësve, s'kishte më asnjë lloj mënyre me hyrje zjarfikëse. Ishin njerëzit krejt kush mund të ikte më parë, krejt lagja u tmerru. Se filloi mori hyri aty më tonë është i fasoneri, që ka me fjalë edhe aty kishin komplet frikë që do të shpërthejnë ajo. Kështu mas shtëpia janë 2 gabinat elektrike, po të shpërthejshin ata mund të bonte katastrofë. Po qenë ata të shohes, ata e ulën thikat e u morë situata. Pash që në këtë moment e kishte ende tym pranë banesës tuaj, forcat zjarfikse janë larguar? Ka mbetje që kanë besut fasenerit, aty edhe ato digjen avash gradualisht. A janë rrezik për banesën? Jo, për momentin jo. Ja erdhe i vllai, mori të shej fadrome, po i lëviz, po e... Si e vlerësoni domin? Ka vlerësim kyllë domi, shife vetë, Pas shpinën tuaj ka dhe pemë frutore, ullin. komplet vullisht të shifë si ka qenë. Janë djegur. Totalisht. Sa veçare janë të ullin? Ullit janë shekullore mbi 100 vjetë. Mbi 100 vjetë, ato e mjellë para një fjalë prim 20. Ja, kuptoj. Si vajnë